Në një pastiqeri Dosido, një miliarder bëhet dëshmitar i anulimit të një torte ditëlindjeje për shkak të mungesës së parave. Vështrimi i pajtuar me fatin i një vogëlushi dhe gjesti i heshtur i nënës së tij zgjojnë kujtime të thella të burrit që mendonte se i kishte të gjitha. Ajo që nis me një tortë të anuluar shndërrohet në një histori dashurie, ribashkimi dhe kuraje kundër paragjykimeve. Nëse kjo histori ju tërhoqi vëmendjen, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që keni dëgjuar ndonjëherë. Mëngjesi i së shtunës në Tiranë niste me atë lëvizjen tipike të fundjavave, kur rrugët e lagjes komuna e Parisit mbusheshin me familje që shijonin ditën e lirë. Dielli i shtatorit hynte përmes vitrinave të dyqaneve, duke ndriçuar stendat plot ngjyra dhe njerëzit e nxituar që ecnin nëpër trotuaret e gjera. Mes furrave të bukës, farmacive dhe bizneseve të vogla, ishte një pastiqeri që spikaste për fasadën e saj simpatike dhe aromën e pagabueshme të bukës së freskët dhe kekut me çokoladë që dilte nga dera gjysmë e hapur. Artan Dervishi parkoi makinën e tij luksoze përballë pastiqerisë me natyrshmërinë e dikujt që ishte mësuar të kishte gjithçka në dorë. Në moshën 45 vjeçare, ai ishte një nga biznesmenët më të suksesshëm në fushën e ndërtimit në Tiranë, pronar i një kompanie që ngrinte kulla luksoze në të gjithë kryeqytetin. Emri i tij ishte sinonim i efikasitetit dhe rezultateve. I veshur me një këmishë bojqielli, pantallona klasike dhe një orë zvicerane që vlente më shumë se shumica e makinave të parkuara në rrugë, Artani hyri në pastiqeri me hapa të sigurt, ndërkohë që shkruante në celular angazhimet e ditës së nesërme. Ai ishte aty vetëm për të marrë një porosi që sekretarja e tij kishte bërë për një takim të rëndësishëm të hënën. Ëmbëlsira fine, të servirura bukur për t'u bërë përshtypje investitorëve të huaj. Asgjë që do t'i merrte më shumë se 5 minuta nga koha e tij. Artani kishte një agent të ngjeshur edhe në fundjavë, sepse për të koha ishte para, fjalë për fjalë. Pastiqeria ishte e këndshme, me mure të qelta të zbukuruara me rafte druri ku qëndronin vazoqelqi plot me karamele shumë ngjyrëshe dhe biskota shtëpie. Banaku prej xhami ekspozonte torta të gjitha madhësive dhe shijeve, krostatina me mbulesa vezulluese dhe ëmbëlsira të vogla që dukeshin si vepra arti në miniaturë. Pas banakut ishin dy shitse, njëra prej tyre po shënonte diçka në një fletore ndërsa tjetra po shërbente një kliente. Artani zuri vend në radhën e vogël, me vetëm 3 persona para tij dhe e ktheu vëmendjen te celulari. Po i përgjigjej një emaili kur dëgjoi një zë gruaje, të ulët por të mbushur me ankth, që vinte nga banaku. Më duhet të anuloj porosinë. Artani ngriti syt instinktivisht. Përballë tij, një grua e re po fliste me shitsen. Duhet të ishte rreth të 30-tave, me flokë gështenjë të lidhur bisht, me rroba të pastra por dukshëm të vjetruara nga koha. Pranë saj, një djalë rreth 6 apo 7 vjeç ja mbante dorën fort, duke parë në tokë me një shprehje që dukej shumë e vjetër për moshën e tij. Po zonja Daniela, u përgjigj shitësia me mirësjellje, torta është pothuajse gati. Është ditëlindja e Lukasit nesër, apo jo? Ne kemi filluar ta zbukurojmë me temën që kërkuat. Gruaja, Daniela, shtrëngoi buzët sikur po mbante një të qarë që kërcënonte të shpërthente. Dora e saj e lirë u mblodh grusht, thonjtë e shkurtër i nguleshin në pëllëm. E di, Ana, e di. Por ndodhi diçka. Gjyshja ime u desh të shkonte te mjeku këtë javë. Ishte një urgjencë. Paratë që kisha ndarë për ditëlindjen, mu desh t'i përdorja për të paguar analizat dhe ilaçet. Nuk kam mundësi, më vjen shumë keq. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Shitësja pa djalin, i cili vazhdonte me kokën ulur, dhe pastaj sërish Danielën. Jeni e sigurt? Mund t'ju bëjmë një ulje, ose mund ta paguani më vonë, pa problem. Jo. Zëri i Danielës doli i prerë, por i dridhur. Nuk dua të kem borxhe. Gjërat janë mjaft të vështira edhe kështu. Më mirë ta anuloj. Artani e vëzhgoi të gjithë skenën me një ndjesi të çuditshme në kraharor. Ai ishte mësuar të negocionte miliona, të merrte vendime që preknin qindra vende pune, të zgjidhte probleme komplekse me lehtësi. Por diçka në atë skenë të thjesht e la të palvizur. Ndoshta ishte qëndrimi i djalit. Fëmia nuk qau. Nuk bëri skandal. Nuk i kërkoi SM-s të rimendonte. Ai thjesht qëndroi aty i qetë, duke e pranuar situatën me një pjekuri që nuk duhej të ekzistonte te një fëmijë i asaj moshe.
Daniela u kthye për të dalë, duke e mbajtur fort dorën e të birit. Ishte atëherë që djali hodhi vështrimin pas, vetëm për një sekond, dhe sytë e tij takuan ata të Artanit. Nuk kishte lot në atë vështrim, por kishte diçka më keq. Kishte dorëzim. Pajtim. Sigurinë se disa gjëra thjesht nuk ishin për të. Artani u ndje sikur I kishin dhënë një grusht në stomak. Pa pritur, ai nuk ishte më në pasticerinë e komunës së Parisit. Ishte kthyer në moshën 7 vjeç në periferinë e Tiranës, në Kamës, duke jetuar në një shtëpi me 2 dhoma me nënën dhe 2 vëllezërit më të vegjël. Ju kujtua dita kur nëna e tij, nëna Lirie, u kthye nga pazari me vetëm gjysmën e gjërave që kishin planifikuar. Nuk na dolën parat, bir, I kishte thënë ajo, me të njëjtin zë të thyrë që sapo kishte përdorur Daniela. Ju kujtua se si ai nuk qau, se si I tha se gjithçka ishte në rregull, se as nuk kishte aq shumë uri. Ju kujtua krenaria e lënduar e nënës së tij, ajo forca e heshtur që ajo mbante çdo ditë kur dilte në agim për të punuar si pastruese në 3 shtëpi të ndryshme. Artani puliti syt, duke u kthyer në të tashmen. Daniela ishte pothuajse te dera e pastiqerisë. Prit. Zëri I tij e befasoi edhe vet, duke dalë më I lartë se çe kishte menduar. Daniela u kthye, e hutuar. Edhe njerëzit e tjerë në radhë e pan. Artani bëri 2 hapa përpara, duke ju afruar gruas dhe djalit. Nga afër, ai mundi t'i shihte më mirë detajet, sytë e skuqur të Danielës që tregonin se kishte qarë së fundmi, rrobat e djalit të pastra dhe të hekurosura me kujdes, por me arna diskrete të gjunjët e pantallonave. Këpucët e vjetruara të dyve. Më falni që ndërhy, filloi Artani, duke u ndjerë çuditërisht në siklet, por nuk munda të mos dëgjoja. Dhe do të doja të paguaja unë për tortën e ditëlindjes së djalit tuaj. Daniela zgurdulloi syt, duke bërë një hap prapa sikur ta kishin shtyrë. Çfarë? Jo. Faleminderit, por jo. Ju lutem, këmbënguli Artani, duke e mbajtur tonin e zërit të qetë. Nuk është lëmosh. Është se kam qenë edhe unë në këtë situatë. Shumë kohë më parë. Dhe do të doja ta bëja këtë. Ju nuk më njihni. Zëri I Danielës doli më I lartë, mbrojtës. Krenaria e lënduar ishte e dukshme në çdo fjalë. Unë nuk pranoj lëmosh nga të panjohur. Faleminderit për ofertën, por jo. Ajo u kthye sërish për të dalë, duke e tërhequr djalin nga dora. Por djali hodhi vështrimin pas edhe një herë dhe Artani pa në ata sy një lutje të heshtur. Jo për tortën, por për ta parë nënën e tij të lumtur, qoftë edhe për një çast. Unë quhem Artan Dervishi, tha ai, më me zë të lartë këtë herë. Daniela ndaloi, por nuk u kthye. Jam rritur në Kamës. Nëna ime ka rritur 3 fëmijë vetëm, duke punuar si pastruese. Ka pasur raste që kemi ngrënë vetëm orizë e fasule për javë të tëra. Ka pasur ditëlindje të mia që kanë kaluar pa u festuar, pa tortë, pa asgjë, sepse parat kishin mbaruar para fundit të muajit. Tani Daniela u kthye ngadalë. Kishte lot në sytë e saj. Më kujtohet kur e shija nënën time duke qarë fshehurazi në banjo, vazhdoi Artani, duke ndjerë një lëmsh në fy. Sepse mendonte se ishte një dështake që nuk arrinte të na jepte gjithçka që meritonim. Por nuk ishte. Ajo ishte personi më I fortë që kam njohur ndonjëherë. Dhe jam I sigurt se edhe ti je e tillë. Një heshtje e rëndë pushtoi pastiqerinë. Njerëzit e tjerë në radhë e vëzhgonin skenën në heshtje respektuese. Edhe shitësia kishte ndaluar atë që po bënte. Nuk po ofroj lëmosh, tha Artani, duke bërë një hap tjetër përpara. Po ofroj mundësinë për të bërë për ty atë që do të doja të kishte bërë dikush për nënën time atëherë. Të shoh buzëqeshjen në fytyrën e djalit tënd kur të fryj qirinjt e tortës. Të mos e mbash më këtë peshë vetëm, qoftë edhe vetëm për sot. Daniela mbuloi fytyrën me duar, supet I dridheshin. Djali, Lukasi, ja shtrëngoi dorën dhe e pa Artanin me një shprehje që përziente frikën dhe shpresën. Nuk e di, përshpëriti Daniela mes gishtave. Nuk e di nëse mund ta pranoj këtë. Mundesh, tha Artani me vendosmëri. Dhe nuk do të pranoj një jo si përgjigje. Daniela më në fund I uli duart duke e parë Artanin në sy. Aty brenda saj zhvilloi një betejë mes krenarisë së lënduar dhe dashurisë së një nëne që donte ta shihte djalin të lumtur. Do të ishte një hua, tha ajo më në fund, zëri I dridhur por I prerë.
Do të t'i kthej paratë. Mund të vonohem, por do t'i kthej. Artani tundi kokën në shenjë pohimi, megjithse nuk kishte ndërmend t'i pranonte paratë mbrapsht. Dakord. Ai ju afrua banakut, ku shitësja Ana po vëzhgonte gjithçka me sy të përlotur. Torta që porositi ajo, tha Artani, mbaje porosin. Dhe më thuaj diçka, bëni dekorime të plota për festa? Tullumbace, ëmbëlsira, gjithçka? Ana puliti syt, e hutuar. Po, bëjmë paketa të plota. Por, atëherë dua paketën e plot, e ndërpreu Artani. Gjithçka që nevojitet për një fest ditëlindjeje fëmijësh. Më të mirën që keni. Zoti Artan, jo, kjo është tepër. Daniela u afrua me shpejtësi. Torta mjafton, nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Artani u kthye nga ajo me një buzëqeshje të butë. Kur ishte hera e fundit që festove diçka? Vërtet, pa u shqetësuar për paratë. Daniela hapi gojen për t'u përgjigjur, por nuk i doli asnjë tingull. Syt ju mbushën sërish me lodh. Atëherë më lër ta bëj unë këtë, tha Artani me zë të ulët. Jo nga mëshira, por sepse mundem. Dhe sepse ka ditë që jeta ka nevojë për pak ngjyra, e kupton? Lukasi, i cili deri atëherë kishte qëndruar në heshtje, lëshoi dorën e së-ëmës dhe bëri një hap drejt Artanit. Syt e tij të mëdhenj ishin ngulur te biznesmeni. Ti je si Supermani, pyeti djali me zë të hollë. Pyetja e kapi Artanin në befasi, dhe ai nuk mundi ta përmbante një të qeshur të sinqert që i shpëtoi nga buzët, e para prej shumë kohësh. Jo, kampion. Unë jam thjesht një njeri normal. Por edhe unë dua të ndihmoj kur mundem. Lukasi buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, e turpshme, por e vërtetë. Dhe ajo buzëqeshje bëri që diçka brenda kraharorit të Artanit të lëvizte në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Në minutat në vijim, Artani dhe Ana diskutuan detajet e festës. Do të bëhej në shtëpinë e Danielës të nesërmen të dielën. Artani pagoi gjithçka menjëherë, me kartë, pa u menduar dy herë. Kur shuma përfundimtare u shfaq në ekran, Danielës i ngeci një dënesë, por Artani vetëm buzëqeshi dhe tha se gjithçka ishte në rregull. Do të jap numrin tim, tha Daniela, ende dukshëm e tronditur. Dhe adresën time që t'i sillni. Dhe numrin tënd gjithashtu që të arrijë të t'i kthej paratë. Artani i shënoi të dhënat e saj në një pecet që i ofroi Ana dhe i dha kartë vizitën e tij Danielës. Ajo e pa drejt këndëshin e vogël prej letre me sy të zgurdulluar, duke lexuar emrin e tij të plot dhe postin, drejtor president i ndërtim Dervishi. Ti je pronari një kompanie ndërtimi, pyeti ajo, pothuajse pa zë. Po, konfirmoi Artani, pa i dhënë shumë rëndësi. Por kjo nuk ka rëndësi tani. Ajo që ka rëndësi është se Lukasi do të ketë ditëlindjen e tij. Ata u përshëndetën aty, te dera e pastiqerisë. Daniela ja shtrëngoi dorën Artanit fort, sytë e kuq, por që shkëlqenin me diçka që ai e identifikoi si mirënjohje e përzier me mosbesim. Faleminderit, përshpëriti ajo. Nuk di si të falenderoj. Betohem se do të t'i kthej paratë. Nuk ka nevojë, tha Artani, sinqerisht. Vetëm më dërgoj një foto nga ditëlindja. Dua ta shoh buzëqeshjen e tij. Lukasi i bëri me dorë me turp Artanit para se të largohej i kapur për dorë me të ëmën. Artani mbeti aty në këmbë në trotuar duke i parë të dy të largoheshin nëpër rrugën e zhurmshme. Gruaja ecte me hapa më të lehtë tani dhe djali e shikonte nga poshtë duke i folur me entuziazëm për diçka. Artani më në fund hyri sërish në pastiqeri për të marrë porosinë e tij, por zbuloi se mezi arrinte të përqendrohej në udhëzimet që i jepte shitësia për ruajtjen në frigorifer dhe afatin e skadencës. Mendja e tij ishte diku tjetër, e mbërthyer në atë takim të papritur që kishte prekur diçka të thellë brenda tij. Kur u kthye në makinë, Artani nuk e ndezi motorin menjëherë. Qëndroi aty ulur me duart në timon duke parë lëvizjen e rrugës pa parë vërtet asgjë. Mendoi për jetën e tij, të ndërtuar tull pas tulle përgjatë më shumë se 20 viteve punë të palodhur. Ai kishte gjithçka që paraja mund të blinte. Një apartament të madh në blok, makina luksoze, një kompani të suksesshme, investime që sillnin më shumë fitim në një muaj se sa shumë njerëz fitonin në një vit. Por kur ishte hera e fundit që kishte ndjerë diçka të vërtetë? Kur ishte hera e fundit që një veprim i tij kishte pasur kuptim përtej fitimit apo humbjes?
Martesa e tij me Ornelen kishte përfunduar 3 vjet më parë, një divorc i ftohtë dhe burokratik mes dy njerëzve që nuk e duronin më njëri tjetrin. Ajo kishte marrë kujdestarinë e vajzës së tyre, Erës, e cila tani ishte 16 vjeç dhe mezi i fliste. Vajza e fajsonte për divorcin, e ushqyer nga fjalët helmuese të së-ëmës dhe preferonte t'i kalonte fundjavat me shoqet sesa me të atin. Artani kishte para. Kishte sukses. Kishte respekt në botën e biznesit. Por nuk kishte lidhje. Nuk kishte afeksion të vërtetë. Nuk kishte qëllim përtej grumbullimit të më shumë e më shumë, në një rrogë që nuk ndalonte kurrë së rrotulluari. Dhe atëherë, atë mëngjes të zakonshëm të shtunë, ai kishte takuar një nën që luftonte për t'i dhënë dinjitet të birit. Dhe një djalë që nuk qante sepse e kishte mësuar shumë herët se të qarit nuk e ndryshonte realitetin. Artani e ndezi makinën dhe u largua me një ndjesi të çuditshme në kraharor. Diçka mes melankolisë dhe shpresës. Ai nuk e dinte ende, por ai takimi rastësishëm në pastiqerinë e komunës së Parisit kishte mbjell një farë që do të ndryshonte plotësisht rrjedhën e jetës së tij. Të nesërmen, të dielën, Artani u zgjua më herët se zakonisht. Zakonisht i kalonte mëngjeset e së dielës duke ju përgjigjur emaileve dhe duke rishikuar raporte, por atë ditë e gjeti veten duke parë celularin çdo 5 minuta, duke pritur një mesazh nga Daniela. Mesazhi erdhi rreth orës 2 pasdite. Ishte një foto. Lukasi ishte përballë një torte plot ngjyra me qirim të ndezur që formonin numrin 7. Djali buzëqeshte nga veshi në vesh, syt i shkëlqenin nga lumturia e pastër. Në sfond mund të shiheshin tullumbace shumë ngjyrëshe dhe një tavolinë e vogël me ëmbëlsira. Shtëpia ishte e thjeshtë, muret të qëruara këtu atje. Por ishte zbukuruar me dashuri. Dhe në cep të fotos shfaqej një pjesë e fytyrës së Danielës dhe edhe ajo buzëqeshte. Në mbishkrimin e mesazhit shkruaj vetëm, faleminderit që i ktheve gëzimin djalit tim. Nuk e imagjinon dot se çfarë do të thoshte kjo për ne. Artani e pa atë foto për një kohë të gjatë. Pastaj e ruajti në celular dhe e vendosi si sfond. Punonisit e tij do ta shihnin me çudi, por atij nuk i bëhej vonë. Ajo imazh përfaqësonte diçka që ai e kishte harruar se ekzistonte. Përfaqësonte njerëzillë. Lidhje të vërtetë. Qëllim. 3 ditë më vonë, të mërkurën, Artani ishte në zyrën e tij në katin e 23 të një ndërtese biznesi në bulevardin Dëshmorët e Kombit kur i ra telefoni. Ishte një numër i panjohur. Ai u përgjigj duke pritur të ishte ndonjë klient apo furnitor. Alo? Përshëndetje, Artan. Zëri i Danielës tingëlloi nervoz nga ana tjetër e linjës. Më fal që të shqetësoj. Jam Daniela. U takuam në pastiqeri të shtunën e kaluar. Daniela. Artani u gjallërua sinqerisht, diçka e rrallë për të në telefonatat e punës. Përshëndetje. Si je? E mora foton. Lukasi duke i rezëllitës. Po, u gëzua aq shumë. Zëri i saj mbante një buzëqeshje. Festa ishte perfekte. Nuk pushoj se foluri për ty, tha se ti ishe engjëlli i tij mbrojtës. Artani qeshi duke ndjer një ngrohtësi në kraharor. Ai është një djalë i veçantë. Po, është. Pati një pauzë. Dëgjo, po të telefonoj sepse. E po, do të doja të flisja me ty për parat dhe se si do të t'i kthej. E di që the se nuk kishte nevojë, por për mua është e rëndësishme. A ke pak kohë të pim një kafe? Mund të jetë në ditën dhe orën që të përshtatet ty. Artani pa agjendën e tij të ngjeshur në ekranin e kompjuterit. Kishte takime pothuajse çdo ditë të javës, dreka biznesi, darka me investitor. Si thua për nesër? Në mesditë dëgjoi zërin e tij duke thënë, duke anuluar mendërisht një drek me një furnitor që mund të riplanifikohej. Nesër është perfekt, u përgjigj Daniela, e lehtësuar. Ka ndonjë vend që preferon? Artani mendoi për një çast. Zakonisht ai frekuentonte restorante të shtrenjta, vende ku mbyllte marrëveshje milionëshe ndërsa hante karavide. Por nuk ishte kjo ajo që donte tani. E njeh kafen e pazarit, aty te pazari i ri? Pranë qendrës? E njoh, po. Atëherë takohemi atje në mesditë. Pasi e mbylli telefonin, Artani mbeti duke parë celularin me një buzëqeshje në buzë.
Sekretarja e tij, Fiona, hyri në dhomë me një pirë dokumentesh për të firmosur dhe rudhi vetullat kur pa shprehjen e shefit. Zoti Dervishi, jeni mirë? Kur nuk ju kam parë të buzëqeshni kështu. Artani puliti syt duke u kthyer në realitet. Jam mirë, Fiona. Madje, anuloje drekën time të nesërme me zotin Malaj. Thuaj se më doli një e papritur dhe riplanifikoje për javën tjetër. Fiona e shënoi, megjithse ishte dukshëm kurioze. Ndonjë angazhim i rëndësishëm? Artani pa foton e Lukasit në celular, ende e hapur në ekran. Po, tha ai, sinqerisht. Më i rëndësishmi që kam pasur prej shumë kohësh. Kafja e Pazarit ishte një nga ato vende që i rezistonin kohës dhe modernizimit të shfrenuar të Tiranës. Ndodhej në një cep rruge me pemë të Pazari i ri, me tavolina të vogla druri të shpërndara në trotuar dhe një tent të kuqe të zbehur që i mbronte klientët nga dielli i fortë i tetorit. Aroma e kafes së freskët e përzier me bukë të thej kur dilte nga dera e hapur, joshse dhe ngushëlluese. Artani arriti 10 minuta më herët, diçka e pazakont për të që zakonisht i llogariste oraret me minutë për të mos humbur kohë. Zgjodhi një tavolinë jashtë, në një pemë që ofronte një hije bujare dhe porositi një kafe të zezë ndërsa priste. Ishte nervoz, e kuptoi me habi. Nervoz siç nuk bëhej as para prezantimeve për investitor të rëndësishëm. Duart i trokisnin në tavolinën e drurit dhe e gjeti veten duke kontrolluar celularin çdo pak sekonda, megjithse e dinte se ende mungonin disa minuta për orarin e caktuar. Daniela u shfaq saktësisht në mesditë, duke ecur me nxitim nëpër trotuar. Ajo kishte veshur një bluzë bojqielli dhe xhinse të thjeshta, flokët e lëshuar i binin mbi supe këtë herë. Mbante një çantë të madhe cope në supë dhe dukej se ishte rregulluar me kujdes për takimin. Kur sytë e saj takuan Artanin, ajo buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje nervoze, e dikujt që nuk e dinte mirë se çfarë të priste nga ai moment. Artani u ngrit për ta përshëndetur dhe të dy qëndruan në këmbë për një sekond pa ditur nëse duhej t'i jepnin dorën apo të përqafoheshin. Në fund zgjodhen një përshëndetje të ngathët që përfundoi me një shtrëngim duarsh formal, i ndjekur nga të qeshurat të sikletshme. Përshëndetje, tha Daniela, duke u ulur në karrigen që Artani tërhoqi për të. Më fal nëse jam nervoze. Nuk ndodh çdo ditë të pish kafe me një biznesmen të rëndësishëm. Të lutem, mos më trajto si biznesmen të rëndësishëm, i kërkoi Artani, duke u ulur gjithashtu. Sot jam thjesht Artani. Dhe ti je e qetë, nuk ka nevojë të jesh nervoze. Një kamerier u afrua dhe Daniela porositi një cappuccino dhe një byrek me djath. Artani vuri re se ajo zgjodhi opsionet më të lira të menus dhe ndiu një therrje në kraharor. Ai e dinte se çfarë gjesti ishte ky, e njihte atë matematik të heshtur që njerëzit me pak para bëjnë automatikisht kur shikojnë një menu, duke mbledhur mendërisht çdo artikull dhe duke hequr gjithçka që nuk ishte thelbësore. Porosit çfarë të duash, tha ai butësisht. Është nga ana ime. Jo, unë e paguaj pjesën time, u përgjigj Daniela shpejt, mbrojtëse. Unë tashmë të kam borxh. Nuk dua të kem më shumë. Artani pshërtiu, por nuk këmbënguli. Ai po fillonte të kuptonte se krenaria e Danielës ishte diçka që duhej respektuar, jo luftuar. Kur kamerieri u largua, një heshtje e pakëndshme mbretëroi mes tyre. Daniela lëvizte duart nervozisht dhe Artani kërkonte fjalët e duhura për të thyer akullin. Si është Lukasi? Pyeti ai më në fund. Fytyra e Danielës u ndriçua menjëherë. Ai nuk pushon se foluri për ty dje, më pyeti nëse njeriu i mirë do të shfaqej përsëri. Ky është nofka që të ka vënë, njeriu i mirë. Artani buzëqeshi, duke ndier një ngrohtësi në kraharor. Ai është një djalë i mrekullueshëm. Pjekuria e tij atë ditë, kur të duhej të anuloje tortën. Ajo më la shumë mbresa. Ati ju desh të rritej shumë shpejt, tha Daniela, dhe zëri i saj mbante një trishtim të thellë. Ju desh të mësonte të përballej me zhgënjimet shumë herët. Nuk duhet të ishte kështu, por është realiteti që kemi. Kamerieri solli porosit dhe ata e falënderuan. Daniela mbajti filxhanin e cappuccinos mes duarve, sikur kërkonte ngrohtësi prej tij, megjithse dita ishte e ngrohtë. Artan, filloi ajo, duke marrë frym thellë, doja të flisja për paratë e festës. Kam ndarë një shumë këtu. Ajo filloi të hapte çantën, por Artani i zgjati dorën, duke e prekur lekë në krah për ta ndaluar. Daniela, jo. Nuk i dua paratë mbrapsht.
por unë duhet të paguaj, këmbënguli ajo, syt i shkëlqenin nga vendosmëria. Unë nuk pranoj lëmosh. Nuk është lëmosh, tha Artani, duke e mbajtur tonin e zërit të qetë por të prerë. Ishte një dhuratë. Për Lukasin. Dhe ti nuk do të më thyesh duke më kthyer një dhuratë, apo jo? Daniela kafshoi. Buzën, qartësisht në konflikt të brendshëm. Duart i dridheshin lehtë ndërsa mbante filxhanin. Atëherë të paktën më lër të njoh më mirë, tha ajo më në fund. Më lër të kuptoj se kush është personi që e bëri këtë për ne. Sepse duhet ta di që nuk i kam borxh dikujt që do ta kërkoj këtë në ndonjë mënyrë tjetër. Fjalia doli me një ashpërsi që Artani nuk e priste, por ai e kuptoi plotësisht. Daniela kishte çdo të drejtë të ishte e kujdesshme. Nuk e njihte nga askund, dhe njerëzit e pasur që u bënin favore njerëzve të varfër zakonisht vinin me një lloj fature për të paguar më vonë. Pyet çfarë të duash, tha Artani. Nuk kam asgjë për të fshehur. Daniela e studioi për një moment të gjatë, sikur po lexonte mes rreshtave të fytyrës së tij, duke kërkuar shenja falsiteti. Pse e bëre atë? Pyeti ajo. Me të vërtetë. Mos më trego atë historinë e bukur për fëmijërinë e vështirë. Dua të di se çfarë të motivoi vërtet. Artani mori frym thellë. Askush nuk i bënte pyetje të tilla. Askush nuk i vinte në dyshim motivimet e tij. Në botën e tij, njerëzit i pranonin gjestet e tij siç ishin, sepse nuk kishin zgjidhje ose sepse nuk u bëhej vonë aq sa për të pyetur. Sepse pash të kaluarën time në atë pastiçeri, filloi ai ngadalë. Pash nënën time në fytyrën tënde. Pash fëmijën që isha unë në vështrimin e Lukasit. Dhe kuptova se, në më shumë se 20 vjet duke u ngjitur në jetë, nuk kisha bërë kur asgjë që të kishte vërtet rëndësi. Ndërtova pallate, fitova para, fitova respekt. Por kur nuk ja ndryshova jetën askujt. Kur nuk pash një person dhe mendova, mund të bëj një ndryshim këtu. Ai bëri një pauzë, duke përzier hutueshëm sheqerin që nuk e kishte hedhur në kafe. Jeta ime është e zbrazët, Daniela. Kam gjithçka dhe nuk kam asgjë në të njëjtën kohë. Kam një apartament të madh ku jetoj vetëm. Kam një vajzë që mezi më flet. Kam miq që më kërkojnë vetëm kur kanë nevojë për diçka. Dhe kur ju pash ju të dy aty, ishte sikur diçka brenda meje u zgjua. Ishte sikur u kujtova se ekziston diçka përtej bilanceve financiare dhe mbledhjeve të aksionerëve. Daniela e vëzhgonte në heshtje dhe Artani nuk arrinte ta deshifronte shprehjen e saj. Pra ishte egoiste, në fund të fundit, përfundoi ai. Nuk e bëra atë vetëm për ju. E bëra edhe për vete. Sepse kisha nevojë të ndjeja se jam ende njeri, e kupton? Se kam ende zemër nën këtë kostum të shtrenjtë dhe këtë orë qesharake që vlen më shumë se ç'duhet. Heshtja që pasoi ishte e gjatë, por jo e pakëndshme. Ishte lloji i heshtjes që vjen kur dikush po përpunon fjalë të sinqerta, duke peshuar të vërtetën e tyre. Faleminderit që ishe i sinqert, tha Daniela më në fund. Sepse edhe unë do të jem e sinqert me ty kur dolëm nga ajo pastiçeri, pata frikë. Pata frikë se do të shfaqeshe duke kërkuar diçka. Se do të ishe një nga ata burrat e pasur që mendojnë se mund t'i blejnë njerëzit. Se do të përpiqeshe nuk e di, të më përdorje në ndonjë mënyrë. Artani ndjeu një therrje dhimbjeje kur e dëgjoi këtë, por nuk mund ta fajsonte për dyshimin. E kuptoj, tha ai. Dhe kishe çdo të drejtë të mendoje kështu. Por të betohem, Daniela, nuk kam qëllime të dyta. Thjesht doja të bëja një gjë të mirë. Vetëm kaq. Daniela tundi kokën ngadalë dhe një pjesë e tensionit në supet e saj dukej se u shkri. Atëherë më trego më shumë për veten, kërkoi ajo, duke tingëlluar më e relaksuar tani. The se je rritur në periferi. Si arrite aty ku je sot? Dhe aty, në atë tavolinë kafejet e pazari i ri, me zhurmën e trafikut në sfond dhe njerëzit që kalonin me nxitim në trotuar, Artani filloi të tregonte historinë e tij. Foli për fëmijërinë e varfër në Kamës, për nënën që punonte pa pushim, për mënyrën se si studionte në dritën e qiririt kur iknin dritat sepse nuk kishin para për të paguar faturën. Foli se si fitoi një bursë studimi në një shkollë private, ku u poshtërua nga shokët e pasur të klasës sepse vishte rroba të vjetra dhe nuk kishte para për ushqim. Tregaj se si ai poshtërim e transformoi. Se si vendosi që kur më nuk do të ishte i varfër, kur më nuk do të turpëroj, kur më nuk do të ishte më pak se askush.
Studiojësi i çmendur fitoi degën e inxhinierisë së ndërtimit në Universitetin Politeknik, punoi në ndërtim gjatë ditës dhe studionte natën. Filloi si praktikant në një kompani të vogël ndërtimi, u ngrit në detyrë si inxhinier, pastaj menaxher, pastaj drejtor. Në moshën 32 vjeçare, me një përzierje kredie bankare, shumë punë dhe një dozë fati, hapi kompaninë e tij. Dhe funksionoi, përfundoi Artani. Funksionoi shumë mirë. Në 10 vjet, Ndërtim Dervishi u bë një nga kompanitë më të mëdha të ndërtimit në qytet. Kisha gjithçka që kisha ëndërruar gjithmonë. Ose të paktën kështu mendoja. Po martesa jote, pyeti Daniela butësisht. Artani pshertiu, duke pirë një glënj nga kafja që tashmë ishte e vakët. E njoha Ornelën në fakultet. Ajo vinte nga një familje e pasur, ishte gjithçka që unë nuk isha. Mendoj se në atë kohë mendova se martesa me të ishte konfirmimi përfundimtar se kisha fituar në jetë, e kupton? Se djali i varfër i periferisë tani ishte i martuar me një vajzë të shoqërisë së lartë. Ai qeshi pa humor. Por e vërteta është se kur nuk funksionoi vërtet. Ne ishim shumë të ndryshëm. Ajo donte një jetë fasade, darka elegante, udhëtime të shtrenjta, foto të bukura për t'i postuar në rrjetet sociale. Dhe unë thjesht doja të punoja. Të punoja dhe të punoja dhe të punoja, sepse ende kisha frikë se do të humbisja gjithçka. Kur lindi Era, mendova se kjo do të na bashkonte, por vetëm sa i përkeqësoj gjërat. Unë isha gjithmonë duke punuar, kur nuk isha në shtëpi, dhe Ornela e ndjeu këtë si një fyerje. Me të drejtë, e pranoj. Kur u divorcuat? 3 vjet më parë. Ishte i ftohtë. Burokratik. Ne ndam pasurit, ajo mori kujdestarinë e Erës dhe kaq. Mbaroi. 17 vjet martesë përfunduan me firma në letra. Po vajza jote? Dhimbja në fytyrën e Artanit ishte e dukshme. Era është 16 vjeç tani. Ajo nuk më flet. Ornela i ka kaluar këto 3 vjet duke i helmuar mendjen, duke i thënë se babai i saj zgjodhi punën në vend të familjes, se unë jam një njeri i ftohtë dhe llogaritës. Dhe ndoshta ka të drejtë. U përpoqa të afrohesha sërish, por Era më ka bllokuar kudo. Nuk i përgjigjet telefonatave të mia, nuk u përgjigjet mesazheve. Për të, unë nuk ekzistoj më. Daniela zgjati dorën mbi tavolinë, duke prekur lehtë dorën e Artanit në një gjest ngushëllimi. Ishte një prekje e thjeshtë, por do të thoshte shumë. Më vjen keq, tha ajo sinqerisht. Është çmimi që paguhet, mendoj, u përgjigj Artani, duke parë dorën e saj mbi të tijën. Kur fiksohesh për të provuar se je dikush, përfundon duke harruar të jesh vërtet dikush. Ata qëndruan në heshtje për një moment dhe pastaj Daniela e tërhoqi dorën, sikur vetëm tani e kuptoi gjestin që kishte bërë. Po ti, pyeti Artani, duke thyer heshtjen. Më trego për veten. Dua ta di edhe historinë tënde. Daniela mori frym thellë, sikur po përgatitej të zhytej në ujëra të thella. Nuk ka shumë për të treguar, filloi ajo. Historia ime është shumë më e thjeshtë se e jotja. I humba prindërit në një aksident me makinë kur isha 12 vjeç. Më rriti gjyshja ime, nëna Fatime. Ajo më dha gjithçka që mundi, që nuk ishte shumë në aspektin material, por ishte shumë në aspektin e dashurisë. Zëri i saj u zbut kur foli për gjyshen, i mbushur me afeksion. Ajo ka punuar gjithmonë si roba qepse, bënte rroba me porosi. Kur nuk u bëm të pasura, por as nuk vuajtëm kur për bukën e gojës. Derisa njoha baban e Lukasit. Ndryshimi në tonin e zërit ishte i qartë. Afeksioni i la vendin diçkaje më të ashpër. Isha 24 vjeç. Ai ishte i pashëm, simpatik, thoshte të gjitha gjërat e duhura. Gjyshes sime nuk i pëlqeu që në fillim, tha se kishte diçka që nuk shkonte me të, por unë nuk e dëgjova. Mendova se po e egzageronte, se ishte thjesht xhelozi gjysheje. U lidha, mbeta shtatzën me Lukasin. Ajo bëri një pauzë, duke luajtur me pecetën e letrës mbi tavolinë. Kur i tregova për shtatzënin, ai u zhduk. Fjalë për fjalë. Më bllokoi numrin, u largua nga apartamenti që ndante me disa miq, fshiu të gjitha rrjetet sociale. Kur më nuk e pash dhe as nuk dëgjova për të. Lukasi as nuk e di emrin e babait. Dhe unë e preferoj kështu. E rrite vetëm pra, tha Artani, më shumë një pohim se sa një pyetje.
unë dhe gjyshja ime. Ajo ishte 65 vjeç kur lindi Lukasi, por më ndihmoi në gjithçka. Qëndronte me të ndërsa unë punoja. Ajo e merr nga shkolla edhe sot e kësaj dite, sepse unë dal nga puna vetëm në 6. Dhe ku punon? Jam arkatare në supermarketin Big Market, aty afër shtëpisë. Punoj nga ora 9 deri në 6, nga e hëna në të shtunë. Marr një rrogë minimale e gjysmë. Paguj qiran e një apartamenti të vogël, 2 dhoma, unë, Lukasi dhe gjyshja ime. Mbetet pak në fund të muajit, por arrim të jetojmë. Ajo buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e lodhur. Ose më mirë, arrinim të jetonim. Derisa gjyshja ime u sëmur. Ajo ka diabet dhe tension të lartë, por para rreth 6 muajsh filloi me probleme të tjera. Zemra i është dobësuar. Ka nevojë për ilaçe të shtrenjta, analiza të shpeshta. Shteti ndihmon, por ka gjëra që duhet t'i paguajmë. Dhe prandaj nuk arritëm ta bënim ditëlindjen e Lukasit këtë herë. Artani ndjeu një peshë në kraharor kur dëgjoi gjithë këtë. Daniela fliste për gjithçka me një qetësi që vinte nga dorëzimi, e dikujt që ishte mësuar të luftonte kundër rrymës dhe të mos kishte kurrë një pushim. Ti je e mrekullueshme, tha ai papritur. Daniela puliti syt, e habitur. Çfarë? Ti je e mrekullueshme. Forca që ke, mënyra se si kujdesesh për të gjithë, si nuk dorëzohesh. Kjo është e admirueshme. Shumë më tepër se çdo gjë që kam bërë unë në jetën time. Daniela u skuq, qartësisht pa ditur si të reagonte ndaj komplimentit. Unë thjesht bëj atë që duhet bërë, murmuriti ajo. Jo. Ti bën shumë më tepër se kaq, këmbënguli Artani. Dhe Lukasi është me fat që të ka ty si nën. Pjesa tjetër e takimit rodhi natyrshëm. Biseduam për gjëra të përditshme, për jetën në Tiranë, për vapën që po bënte. Artani tregoi histori qesharake nga ndërtimet që kishin shkuar keq dhe Daniela qeshi sinqerisht, një tingull i bukur që e bëri Artanin të donte ta dëgjonte më shpesh. Ajo tregoi për disa situata të pazakonta në supermarket, klient të çmendur dhe momente të sikletshme në ark. Kur më në fund pan orën, ishte pothuajse 3 pasdite. 3 orë kishin kaluar fluturimthi dhe asnjëri prej tyre nuk dukej se e kishte vënë re. Më duhet të iki, tha Daniela, me ngurrim. Duhet të marr Lukasin nga shtëpia e një fqinjeje që rri me të pas shkollës. Sigurisht, tha Artani, duke i bërë shenjë kamerierit të sillte llogarin. Kur erdhi llogaria, Daniela këmbënguli të paguante pjesën e saj dhe këtë herë Artani nuk e kundërshtoi. E respektoi gjestin e saj. Ata dolën së bashku nga kafeneja, duke ecur ngadalë deri në cepin e rrugës ku Daniela do të merrte autobusin. Artan, tha ajo, duke ndaluar para se të kalonte rrugën, faleminderit. Për sot. Që më dëgjove, që ndave historinë tënde. Ishte mirë të njihja më mirë. Edhe për mua, u përgjigj ai sinqerisht. Mund ta përsërisim këtë. Nëse dëshiron, sigurisht. Pa angazhime, pa presion. Thjesht. Për të biseduar. Daniela buzëqeshi dhe këtë herë ishte një buzëqeshje e sinqertë, pa nervozizëm. Do të doja, po. Ata shkëmbyen numrat e telefonit dhe Daniela kaloi rrugën për të marrë autobusin që sapo kishte mbërritur në stacion. Para se të hipte, i bëri me dorë Artanit, i cili ja ktheu gjestin. Artani qëndroi aty në cep të rrugës për disa minuta të tjera, duke parë autobusin të largohej në trafikun e rënduar të pazarit të ri. Diçka kishte ndryshuar tek ai në ato orët e fundit. Diçka thelbësore. Ai kishte biseduar vërtet me Dik. Kishte ndarë gjëra që nuk i fliste kurrë. I kishte lejuar vetes të ishte i cenueshëm dhe nuk ishte gjykuar për këtë. U kthye në zyra atë pasdite, por nuk arriti të përqendrohej në asgjë. Fiona e vuri re ndryshimin e humorit të shefit, por nuk komentoi asgjë. Vetëm vëzhgoi, kurioze, se si ai kalonte takimet me një gjysmë buzëqeshjeje në fytyrë dhe shikonte celularin më shpesh se zakonisht. Atë natë, para se të flinte, Artani i dërgoi një mesazh Danielës, erdha në shtëpi. Faleminderit për pasditën e sotme. Ishte një nga bisedat më të mira që kam pasur në vite. Përgjigja erdhi disa minuta më vonë, edhe për mua. Natën e mirë, Artan. Dhe faleminderit për gjithçka. Artani fjeti më mirë atë natë se sa kishte fjetur në muaj. Ditët në vijim sollën një rutinë të re të papritur.
Artani dhe Daniela filluan të shkëmbenin mesazhe çdo ditë. Filloi me gjëra të thjeshta, mirëmëngjes, natën e mirë, si të shkoj dita. Pastaj evoluoi në biseda më të gjata për gjithçka dhe për asgjë. Ajo i dërgonte foto të Lukasit duke bërë detyrat e shtëpisë dhe Artani i dërgonte foto të pamjes nga zyra e tij në bulevard. Ai i tregonte për takime të vështira dhe ajo për klient të pasjellshëm në supermarket. 2 javë pas kafes së parë, ata u takuan përsëri. Dhe pastaj një herë tjetër. Dhe një tjetër. Gjithmonë në vende të thjeshta, kafene lagjeje, parqe, një akullore. Artani këmbëngulte të paguante dhe Daniela këmbëngulte të ndanin. Arritën në një marrëveshje, e paguanin me radhë, por gjithmonë zgjidhnin vende të lira që ajo të mos ndiej në siklet. Ishte në një nga këto takime, 3 javë pas kafes së parë, që Artani njohu personalisht Lukasin dhe nën Fatimen. Daniela e ftoi për një drekë të dielën në shtëpinë e saj dhe ai pranoi pa u menduar 2 herë, duke anuluar një angazhim të mëparshëm që kishte. Apartamenti i familjes ishte i vogël, siç e kishte përshkruar Daniela. Ndodhej në katin e dytë të një pallati pa ashensor në lagjen La Prah. 2 dhoma, një sallon i vogël që lidhej me kuzhinën, një banjo. Muret kishin bojën të qëruar në disa pika, dyshemeja ishte një çimento e vjetër, por gjithçka ishte jashtëzakonisht e pastër dhe e rregull. Kishte vazo me lule në dritare, foto të kornizuara në mur, një divan i vjetër por i rehatshëm. Ishte një shtëpi e vërtet, e kuptoi Artani. Më shumë shtëpi se sa apartamenti i tij 300 metra katror në blok do të ishte ndonjëherë. Lukasi e priti me një përqafim të turpshëm por të ngrohtë, duke e njohur tashmë si njeriun që i kishte shpëtuar ditëlindjen. Nëna. Fatime, një zonjë rreth të 70-ave, e shkurtër, me flokë të bardhë të lidhur topuz dhe sy depërtues që dukeshin se shinin përtej paraqitjeve, e përshëndeti me edukat por edhe me kujdes. Dreka ishte e thjeshtë por e shijshme, oriz, fasule, pul e pjekur, sallatë. Ushqim shtëpie i bërë me dashuri. Artani hëngri 2 herë duke e lavdëruar sinqerisht ushqimin e nën Fatimes, e cila u zbut pak dhe filloi ta shite me sy më pak dyshues. Pas drekës, ndërsa Daniela dhe gjyshja lanin enët, Artani qëndroi në sallon duke luajtur me Lukasin. Djali i tregoi lodrat e tij, shumica të vjetra dhe të arnuara, por secila me një histori që ai e tregonte me entuziazëm. Kishte një makinë me telekomandë që nuk punonte më, por Lukasi e shtynte duke bërë zhurma motori. Kishte kukulla superheroish të blera në dyqane të lira, por që në imagjinatën e djalit shpëtonin botën çdo ditë. Do të kthehesh? Pyeti Lukasi papritur, në mes të një loje. Artani ndaloi, i habitur nga pyetja e drejtë për drejtë. Ti do që unë të kthehem? Lukasi tundi kokën me forcë, sytë e mëdhenj të ngulur tek ai. Po. Ti je i mirë. Dhe mami buzëqesh më shumë kur je ti këtu. Ato fjalë e goditën Artanin në shenjë. Ai pa nga kuzhina, ku Daniela bisedonte me zë të ulët me gjyshen ndërsa fshinte pjatat. Ajo po qeshte me diçka që kishte thënë nëna Fatime, dhe vërtet dukej më e lehtësuar se ditën e parë që ishin takuar. Do të kthehem, po, i premtoi Artani djalit. Sa herë të më lër mamaja jote. Super, festoi Lukasi, duke u kthyer të shtynte makinën nëpër dysheme. Kur po largohej, tashmë në fund të pasdites, nëna Fatime e tërhoqi mënjan në korridor, jashtë mundësisë së dëgjimit të Danielës dhe Lukasit. Djalë, tha ajo me zërin e saj të ngjirur të dikujt që kishte pirë duhan për vite me radhë para se ta linte, unë nuk e di se çfarë qëllimesh ke me mbesën time. Por do të them një gjë, ajo ka vuajtur shumë. Është braktisur një herë. Nëse je këtu vetëm për të kaluar kohën duke luajtur një lojë të një burri të pasur të mërzitur, më mirë zhduku tani para se ta lëndosh atë dhe djalin. Artani e pa në sy duke parë forcën e asaj gruaje të vogël por të frikshme. Nën Fatime, tha ai me gjithë sinqeritetin që mundi të mblidhte, unë nuk e di saktësisht se çfarë po bëj këtu. Nuk e di se ku do të çojë kjo. Por ju betohem se nuk kam asnjë qëllim ta lëndoj mbesën apo stërnipin tuaj. Unë vetëm di se për herë të parë në shumë kohë ndihem i lidhur me dikë. Ndihem përsëri njeri. Nëna Fatime e studioi për një moment të gjatë, sytë e saj depërtues dukej se i lexonin shpirtin. Në rregull, tha ajo më në fund. Dukesh i sinqert. Por nëse e mërzit vajzën time, do të kesh punë me mua. Dhe unë mund të jem e vjetër dhe e sëmur, por ende di të bëhem si gjarpër kur duhet.
Artani nuk mundi ta shmangte një buzëqeshje. Po, zonjë. U kuptua. Në ditët që pasuan, Artani filloi të bëhej pjesë e rutinës së familjes së vogël. Ai e merrte Lukasin nga shkolla disa herë në javë, e çonte djalin të luante top në park, e ndihmonte me detyrat e shtëpisë. E çonte nën Fatimen në vizita mjekësore kur Daniela nuk mund të mungonte në punë. Shfaqej për darkë të dielave. Gradualisht, pothuajse pa e kuptuar, ai po zinte një hapësirë në atë familje që më parë nuk ekzistonte. Dhe ishte kështu, në mënyrë të natyrshme dhe të pashmangshme, që një muaj e gjysmë pas atij takimi të parë në kafe, Artanit i lindi një ide. Artani ishte në zyrën e tij, duke rishikuar kontratat e një ndërtimi të ri në jug të qytetit, kur ideja më në fund mori formë të plotë në mendjen e tij. Ai kishte kaluar javët e fundit duke vëzhguar Danielën, mënyrën se si ajo ndërvepronte me njerëzit, si i zgjidhte problemet me qetësi dhe empati, si arrinte ta bënte Lukasin të ndihej i dashur edhe në rrethanat më të vështira. Kishte diçka tek ajo që shkonte përtej nevojës së thjesht për të mbijetuar. Kishte një aftësi të vërtetë për të lidhur me njerëzit, për t'i kuptuar ata, për t'i bërë të ndiheshin të rëndësishëm. Dhe ndërtim Dervishi pikërisht kishte nevojë për dikë të tillë. Në muajt e fundit, kompania ishte përballur me disa kriza imazhi. Ankesa nga klientë të pakënaqur, probleme me shërbimin pas shitjes, një ndjenjë e përgjithshme se kompania ishte bërë shumë e madhe dhe shumë jo personale. Artani kishte punësuar konsulent të shtrenjtë që propozuan plane të bujshme riimazhimi, por asgjë nuk dukej se prekte thelbin e problemit. Kompania kishte humbur prekjen e saj njerëzore. Ishte bërë një makinë efikase, por e ftohtë. Ajo që i duhej ishte dikush që kuptonte nga njerëzit. Dikush që dinte të dëgjonte, që kishte empati të vërtetë, jo atë empatinë artificiale korporative që mësohet në kurse. Dhe Daniela e kishte këtë natyrshëm. Artani mori telefonin dhe i telefonoi departamentit të burimeve njerëzore. Fiona, tha ai kur sekretarja e tij u përgjigj, dua të caktosh një takim me ekipin e BNI-s për nesër në mëngjes. Gjëja e parë. Dhe anulo çfarëdo që ke caktuar për në orën 10. Do të më duhet një orë e lirë. Kur e mbylli, mbeti duke parë nga dritarja panoramike e zyrës drejt qytetit të Tiranës që shtrihej në të gjitha drejtimet. Ishte nervoz, e kuptoj. Jo për takimin e BNI-s, por për bisedën që do të kishte me Danielën. Ai e dinte se duhej të ishte i kujdesshëm, se nuk mund ta bënte të dukej sikur po i ofronte punën nga mëshira apo për ndonjë detyrim. Duhej ta bënte atë të kuptonte se ishte një ofertë e sinqertë, e bazuar në aftësi reale që ajo zotëronte. Atë natë, ai e ftoi Danielën për darkë. Jo në një restorant të shtrenjtë këtë herë, por në një piceri të thjeshtë që ajo e kishte përmendur se i pëlqente. Ajo erdhi e veshur me një fustan të thjeshtë me lule, flokët e lëshuar i binin mbi supe, dhe Artani ndjeu diçka të lëvizte në kraharor kur e pa. Në 2 muajt e fundit, ai ishte mësuar me praninë e saj, me buzëqeshjen e saj, me mënyrën se si sytë e saj ndriçonin kur fliste për Lukasin apo gjyshen. Ishte mësuar me ndjesinë e të pasurit dik për të biseduar vërtet, dik që e shihte përtej llogarisë bankare dhe mbiemrit të rëndësishëm. Ka diçka ndryshe tek ti sot, vurire e Daniela pasi porositën picën. Je nervoz. Ka ndodhur diçka? Artani qeshi, gjithmonë i habitur nga aftësia e saj për të lexuar njerëzit. Nuk ka ndodhur asgjë e keqe. Por duhet të bëj një propozim. Dhe kam frikë se si do të reagosh. Daniela rudhi vetullat e shqetësuar. Mund të flasësh. Artani mori frym thellë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Në këto 2 muajt e fundit, kam pasur mundësinë të njoh më mirë. Të shoh se si sillesh me njerëzit, si i zgjidh problemet, si e ke këtë aftësi të natyrshme për t'i bërë njerëzit të ndihen të dëgjuar dhe të rëndësishëm. Dhe kuptova se kompania ime ka nevojë dëshpërimisht për dikë me këto aftësi. Ai bëri një pauzë, duke vëzhguar shprehjen e hutimit në rritje në fytyrën e Danielës. Dua të ofroj një punë në ndërtim Dervishi. Si koordinatore e marrëdhënieve me klientin. Ti do të ishe përgjegjëse për menaxhimin e ankesave, përmirësimin e shërbimit ton, krijimin e programeve pas shitjes. Është një pozicion i ri që po e krijoj dhe besoj se ti do të ishe perfekte për të. Daniela qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Vetëm duke e parë me një shprehje që Artani nuk arrinte ta deshifronte. Unë nuk kam formimin për këtë, tha ajo më në fund, zëri i saj i ulët.
Unë jam arkatare supermarketi, Artan. Nuk kam arsim të lartë, nuk kam përvojë në kompani të mëdha. Ti ke diçka më të mirë se diploma, kundërshtoi Artani. Ti ke përvojë të vërtet jetë. Ti e di se çfarë do të thotë të luftosh, e di se çfarë do të thotë të përballesh me vështirësi. E di se çfarë kanë nevojë dhe duan njerëzit e zakonshëm. Kjo nuk mësohet në fakultet. Por Daniela, e ndërpreu ai butësisht, nuk po e ofroj këtë nga mëshira. Nuk po bëj një favor. Unë kam nevojë për dikë të tillë në kompaninë time. Dikë që na humanizon, që na kujton se kemi të bëjmë me njerëz të vërtet, jo me numra në kontrata. Dhe ti e ke këtë. Ti e ke këtë aftësi. Daniela kafshoi buzën, qartësisht në konflikt. Sa do të ishte rroga? Artani përmendi një shifër që ishte 4 herë më e lartë se ajo që fitonte ajo në supermarket. Sytë e Danielës u zgurdulluan. Kjo është shumë, pëshpëriti ajo. Kjo është. Artan, nuk mund ta pranoj këtë. Njerëzit do të mendojnë se çfarë? Se je me mua për interes? Se po të blej? Zëri i Artanit doli më i ashpër se çe kishte menduar. Daniela, mua nuk më bëhet vonë se çfarë mendojnë njerëzit. Dhe as ty nuk duhet të bëhet vonë. Kjo është një ofertë profesionale e bazuar në merit. Pik. Daniela uli shikimin, duart i dridheshin lehtë mbi tavolinë. Duhet të mendohem, tha ajo. Sigurisht. Mendo sa të duash. Pica erdhi, por asnjëri prej tyre nuk kishte shumë oreks. Hëngrën në heshtje, secili i humbur në mendimet e veta. Kur Artani e la në shtëpi më vonë, ajo e puthi në faqe me një gjest të shpejt para se të dilte nga makina, dhe ai mbeti aty ulur për një kohë të gjatë, dora i prekte vendin ku buzët e saj kishin qenë. 3 ditë më vonë, Daniela telefonoi. Pranoj, tha ajo. Me një kusht. Nëse nuk jam mjaftueshëm e mirë, nëse nuk arri ta bëj punën siç duhet, ti më pushon. Pa mëshirë, pa favor. Premton? Premtoj, tha Artani, megjithse e dinte se kur nuk do ta bënte këtë. Kur mund të fillosh? Duhet të jap 2 javë njoftim në supermarket. Pas kësaj, jam e lirë. 2 javë më vonë, Daniela filloi punë në ndërtim dervishi. Artani e prezantoi me ekipin, e bëri të qartë se ajo kishte besimin e tij të plotë dhe i dha lirinë për të zbatuar ndryshimet që i shihte të nevojshme. Dhe për habin e të gjithëve, përveç tij, ajo ja doli shkëlqyeshëm. Krijoi një sistem më njerëzor për reagimet e klientëve, zbatoi vizita personale te klientët e pakënaqur, trajnoi ekipin e shërbimit për të qenë më empatik. Brenda një muaji, ankesat ranë për gjysmë. Por me suksesin profesional erdhi një afërsi e pashmangshme. Daniela punonte disa kate më poshtë zyrës së Artanit, por ata shiheshin çdo ditë. Mëngjes së bashku. Dreka ku diskutonin projekte por përfundonin duke folur për jetën. Pas dite kur zyra tashmë ishte bosh dhe ata qëndronin duke biseduar për gjithçka dhe për asgjë. Ishte në një nga këto pasdite, 3 muaj pasi Daniela filloi punë në kompani, që gjithçka ndryshoi. Ata ishin në zyrën e Artanit, ulur në divanin pranë dritares, duke rishikuar raportet e kënaqësisë së klientëve që ishin përmirësuar ndjeshëm. Drita e perëndimit hynte nga dritarja, duke pikturuar gjithçka në ar. Daniela po qeshte me diçka që Artani kishte thënë, dhe në mes të së qeshurës, sytë e tyre u takuan. Dhe mbetën aty, të mbërthyer te njëri tjetri, për një moment që dukej se zgjati pafundësisht. Artani nuk e dinte se kush lëvizi i pari. Vetëm e dinte se papritur ai ishte më afër saj dhe ajo më afër tij, dhe pastaj buzët e tyre u takuan në një puthje që filloi butësisht por shpejt u thellua, e mbushur me 2 muaj tension të akumuluar, me ndjenja të pathëna. Me një lidhje që të dy ishin përpjekur ta mohonin, por që kishte qenë gjithmonë aty. Kur më në fund u ndan, të dy ishin pa frym. Daniela mbështeti ballin në të tijin, syt mbyllur. Kjo i komplikon të gjitha, pëshpëriti ajo. E di, u përgjigj Artani, duke i kaluar dorën në përfytyrë. Por nuk mund të pendohem. As unë. Ata qëndruan aty për pak kohë, vetëm duke përfitur madhështinë e asaj që sapo kishte ndodhur. Nuk ishte vetëm një puthje. Ishte konfirmimi i diçkaje që po rritej prej muajsh. Ishte transformimi i një lidhjeje të thellë në diçka edhe më të thellë. Çfarë bëjmë tani? Pyeti Daniela, duke hapur syt më në fund.
Mendoj se ndalojmë së shtiruri se kjo është vetëm miqësi, tha Artani me një gjysmë buzëqeshjeje. Mendoj se e pranojmë atë që po ndjejmë. Njerëzit do të flasin, e paralajmëroi ajo. Partnerët e tu, klientët e tu, miqtë e tu. Do të thonë se jam materialiste, se ti po kalon një krizë të moshës së mesme, se kjo është qesharake. Le të flasin, tha Artani me një vendosmëri që e habiti edhe vetë. Nuk më bëhet më vonë. Por duhej t'i bëhej vonë. Sepse njerëzit folën. Dhe shumë. Lajmi se presidenti i ndërtim Dervishi ishte në një lidhje me një punonjëse që më parë punonte si arkatare supermarketi u përhap si zjarri në shoqërinë e lartë tiranase. Filloi si thashethem në darka biznesi, evoluoi në komente dashakeqe në grupe WhatsApp dhe përfundimisht arriti në rrjetet sociale dhe madje edhe në shtypin roz. Biznesmeni miliarder ndëron gruan e shoqërisë së lartë me ish arkataren, thoshte një titull sensacionalist. Artan Dervishi në lidhje me punonjësen 13 vjet më të re, thoshte një tjetër, duke lënë të kuptojë lloj-lloj gjërash. Komentet në rrjetet sociale ishin mizore. E quanin Danielen materialiste, oportuniste, gjuetare pasurie. Thoshin se ajo e kishte kurdisur gjithçka që në fillim, se historia e tortës së anuluar kishte qenë një farsë e përpunuar për të joshur një burr të pasur. Spekulonin për qëllimet e saj të vërteta, se sa do të zgjaste derisa të merrte atë që donte dhe të largohej. Daniela i lexonte komentet natën, vetëm në dhomën e saj, dhe qante në heshtje për të mos zgjuar Lukasin. Fjalët e lëndonin thellë sepse preknin frikërat e saj më të mëdha. Po sikur njerëzit të kishin të drejtë, po sikur ajo të ishte vërtet vetëm një oportuniste, edhe pse pa vetdije, po sikur po e dëmtonte Artanin me praninë e saj. Por më e keqja ishte ende për të ardhur. Ornela, ish gruaja e Artanit, e përdori situatën për ta larguar edhe më shumë erën nga jati. Ajo i tregoi titujt e gazetave vajzës, theksoi komentet më mizore, e pikturoi Danielen si një zuzare që i kishte joshur baban. Era, tashmë e larguar nga jati prej vitesh, e pa këtë si konfirmimin përfundimtar se ai nuk vlente. Ajo i telefonoi Artanit vetëm një herë dhe ishte për t'i thënë se çfarë mendonte. Je patetik, ba, tha ajo, zëri plot me përbuzje adoleshente të përzier me lëndim të vërtetë. E tradhtove mamin për vite me radhë me punën tënde, dhe tani po shfaqesh nëpër qytet me një rrugaçe që do vetëm paratë e tua. Nuk ke turp? Era, nuk është kështu, u përpoq të argumentonte Artani, por ajo e ndërpreu. Mos më telefono më. Mos më dërgo mesazhe. Mos u shfaq. Nuk dua të kem asnjë lidhje me ty. Dhe e mbylli. Artani mbeti duke mbajtur telefonin për një kohë të gjatë pas kësaj, duke u ndjerë sikur i kishin dhënë një grusht në stomak. Dhimbja e të qenit i refuzuar nga vajza e tij ishte diçka që ai nuk ishte i përgatitur ta ndjente. Ai kishte humbur shumë gjëra gjatë jetës, por të humbiste dashurinë e vajzës së tij ishte më e keqja nga të gjitha. Daniela e vuri re ndryshimin tek ai. Artani u bë më i heshtur, më i tërhequr. Ende ishte i dashur me të, ende e trajtonte mirë, por kishte një hije në sytë e tij që nuk ishte aty më parë. Një natë, 2 javë pas telefonatës së erës, Daniela shkoi në apartamentin e Artanit. Ajo nuk kishte qenë kurrë atje më parë, kishte rezistuar për muaj, por atë natë ndjeu se duhej të shkonte. E gjeti të ulur në divanin e madh të sallonit, me një gotë whisky në dorë, duke parë qytetin poshtë përmes dritares së xhamit që shkonte nga dyshemeja në tavan. Artan, e thiri ajo me zë të ulët, duke u ulur pranë tij. Ai e pa, dhe Daniela pa lot në sytë e tij. Lot që ai po i mbante me forcë, por që kërcënonin të derdheshin. E humba, tha ai, zëri i ngjirur. E humba vajzën time. Dhe ishte faji im. Për të gjitha zgjedhjet e gabuara që kam bërë. Daniela i mbajti dorën, duke e shtrënguar fort. Nuk ishte faji yt. Ishte zgjedhja e saj, e ndikuar nga ema. Por një ditë ajo do ta kuptoj. Një ditë do ta shoh të vërtetën. Po sikur të mos e shoh? Po sikur ta kem humbur për gjithmonë? Daniela nuk kishte përgjigje për këtë. Vetëm mund t'i ofronte praninë e saj, mbështetjen e saj, dashurinë e saj. Dhe atë natë, ajo bëri pikërisht këtë, duke qëndruar pranë tij, ndërsa ai më në fund i la lotët të binin, duke çliruar një dhimbje që ishte ruajtur prej vitesh. Por dhimbja e Artanit nuk ishte e vetmja. Edhe Daniela po vuante.
Komentet dashakeqe në rrjetet sociale vazhdonin dhe disa njerëz në kompani filluan ta trajtonin ndryshe. Jo haptazi armiqësor, por kishte shikime anash, përshpërima që ndalonin kur ajo afrohej, një ndjenjë e përgjithshme se ajo nuk i përkiste atij vendi. Përveç kësaj, ajo ndjente se ishte shkaku i problemeve të Artanit. Po të mos ishte për të, ai nuk do ta kishte humbur vajzën. Po të mos ishte për të, ai nuk do të përqeshej në rrethet shoqërore që frekuentonte. Po të mos ishte për të, jeta e tij do të ishte më e thjeshtë. Ishte një mëngjes të shtune, 4 muaj pasi kishin filluar lidhjen, që Daniela mori një vendim. Ajo shkoi në shtëpinë e Artanit dhe e gjeti atë duke bërë kafe në kuzhinë, me pantallona të shkurtra dhe bluzë, flokët të shpupuritur, duke u dukur më i ri dhe më i relaksuar se në çdo moment tjetër. Ai buzëqeshi kur e pa, atë buzëqeshje të hapur dhe të sinqertë që ishte vetëm e saj. Por buzëqeshja ju shua kur pa shprehjen në fytyrën e saj. "Çfarë ka?" pyeti ai, duke u afruar. Daniela mori frym thellë, duke u përgatitur të thoshte fjalët më të vështira të jetës së saj. "Mendoj se duhet të bëjmë një pushim," tha ajo, zëri i dridhur. "Ose ndoshta edhe të ndahemi." "Nuk e di." Artani mbeti i paralizuar. "Çfarë? Pse?" "Sepse po të bëj keq," tha Daniela, dhe lotët filluan të binin. "Sepse ti e humbe vajzën tënde për shkakun tim. Sepse njerëzit të shikojnë ndryshe tani. Sepse reputacioni yt po shkatërrohet. Sepse unë jam një peshë në jetën tënde." "Kjo është gënjeshtër, nuk është," ngriti ajo zërin, dhimbja duke shpërthyer. "Ti e di që nuk është." "I kam lexuar komentet, Artan. I dëgjoj përshpërima. E shoh se si njerëzit të trajtojnë ndryshe tani. Dhe nuk e duroj dot më të jem arsyeja e palumturisë tënde." Artani bëri 2 hapa dhe e tërhoqi në një përqafim të fortë, edhe pse ajo përpiqej të rezistonte. "A e dëgjon se çfarë po thua?" tha ai kundër flokëve të saj. "Ti nuk je arsyeja e palumturisë sime. Ti je arsyeja e lumturisë sime. Është hera e parë në vite që ndihem vërtet i gjallë, që ndjej se jeta ime ka kuptim përtej punës dhe parave. Por vajza jote, vajza ime ishte tashmë e humbur para se të shfaqeshe ti," e ndërpreu Artani, duke i mbajtur fytyrën Danielës mes duarve dhe duke e detyruar ta shikonte në sy. "Problemi mes meje dhe erës ka vite. Nuk filloj me ty dhe nëse do të më duhet të zgjedh mes të jetuarit të një gënjeshtre për të pëlqyer njerëzve që kur nuk janë kujdesur vërtet për mua, ose të jetoj të vërtetën time me ty, unë të zgjedh ty çdo ditë, unë të zgjedh ty." "Njerëzit, në djallë të vend njerëzit," tha Artani me forcë. "Për vite me radhë, kam jetuar për të pëlqyer të gjithëve. Kam jetuar për të provuar se isha dikush, se meritoja respekt, se kisha vlerë. Ndërtova një jetë të tërë bazuar në atë që të tjerët mendonin për mua. Dhe e di se çfarë arrita me këtë? Një martesë të dështuar, një vajzë që më urren dhe një vetmi që po më vriste nga brenda. Derisa u shfaqe ti." Ai i fshiu lotët nga fytyra me gishtat e mëdhenj. "Ti më shpëtove, Daniela. Më kujtove se çfarë është vërtet e rëndësishme. Më kujtove se nga vi, se kush jam vërtet. Dhe nuk do të lë të ikësh vetëm sepse një tuf njerëzish sipërfaqësor dhe paragjykues nuk arrin të shohin atë që unë shoh tek ti." Daniela dëneste, duke mbështetur ballin në të tijin. "Kam frikë," rrëfeu ajo. "Frikë se do të pendohesh. Frikë se një ditë do të zgjohesh dhe do të kuptosh se ke bërë zgjedhjen e gabuar." "Kur?" premtoi Artani. "Ti je gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë. Ti, Lukasi, nëna Fatime. Ju jeni familja ime tani. Dhe unë nuk heq dorë nga familja ime." Ata qëndruan aty të përqafuar për një kohë të gjatë, derisa Daniela më në fund u qetësua. Por edhe pas asaj bisede, ajo e dinte se gjërat nuk mund të vazhdonin siç ishin. Diçka duhej të ndryshonte. Dhe ndryshoi. 3 ditë më vonë, Artani thiri një konferencë shtypi. Nuk i tha Danielës se çfarë po planifikonte, sepse e dinte se ajo do të përpiqej ta ndalonte. Por ai kishte marrë një vendim dhe nuk do të kthehej pas. Konferenca u caktua për në orën 10 të mëngjesit të një të martë, në auditorin e ndërtim Dervishi. Gazetarë nga media të ndryshme morën pjesë, kurioz se çfarë do të thoshte biznesmeni miliarder. Artani hyri në skenë i veshur me një kostum pa të meta, por pa kravatë, me një pamje serioze por të vendosur.
Aparatet fotografike filluan të shkrepnin, blicet ndriçonin ambientin. Mirdita të gjithëve, filloi ai, zëri I tij I prerë duke jehuar nëpër auditor. E thira këtë konferencë sepse duhet të sqaroj disa gjëra që po thuhen për mua dhe për një person që e dua shumë. Ai bëri një pauzë duke marrë frym thellë. Unë quhem Artan Dervishi. Jam biznesmen, jam baba dhe jam një njeri që ka bërë shumë gabime gjatë jetës. Por të njëja Danielën nuk ishte një prej tyre. Ai filloi të tregonte historinë që nga fillimi. Takimin në pastiçeri, djalin që e pranoi zhgënjimin me një pjekuri që nuk duhej ta kishte, nënën që punonte fort për t'i dhënë dinitet të birit, vendimin për të ndihmuar. Foli se si ai takim e kishte ndryshuar, se si kishte zgjuar diçka brenda tij që ishte në gjumë prej vitesh. Unë kam lindur I varfër, vazhdoi Artani, dhe shumë gazetarë zgurdulluan syt nga zbulimi. Jam rritur në Kamës, në periferi. Nëna ime ishte pastruese. Ne nuk kishim asgjë përveç dashurisë dhe shumë mundi. Dhe ishte kjo dashuri dhe ky mund që më sollën deri këtu. Por diku gjatë rrugës, unë e harrova këtë. Harrova se nga vija. Harrova se çfarë ka vërtet rëndësi. Ai bëri një pauzë përsëri dhe zëri I tij u bë më I emocionuar. Daniela ma kujtoi. Ajo më kujtoi se pasuria e vërtet nuk qëndron në kullat që ndërtoj apo në paratë që fitoj. Qëndron në lidhjet që krijojmë, në jetët që prekim, në dashurinë që japim dhe marrim. Dhe po, ne jemi bashkë. Dhe po, unë e dua. Thellësisht. Disa murmullima përshkuan auditorin. Dhe për ata që mendojnë se ajo është me mua për interes, nuk mund të ishit më të gabuar. Daniela hezitoi të pranonte ndihmën time që ditën e parë. U përpoq të më kthente paratë e tortës që I bleva djalit të saj. Hezitonte të pranonte punën që I ofrova sepse kishte frikë se si do ta shihnin njerëzit. Dhe deri sot ajo paguan faturat e saj, këmbëngul të ndaj shpenzimet dhe kur nuk më ka kërkuar asnjë qindar. Zëri I Artanit u bë më I prerë, më sfidues. Problemi nuk është se ajo vjen nga një prejardhje modeste. Problemi është paragjykimi juaj. Problemi është një shoqëri që ende beson se vlera e një personi qëndron në llogarinë e tij bankare, në mbiemrin e tij, në lagjen ku jeton. Daniela është një nga njerëzit më të fortë, më të ndershëm dhe më të jashtëzakonshëm që kam njohur ndonjëherë. Dhe ajo ka më shumë vlerë në një gisht të vogël se sa shumë njerëz që frekuentojnë të njëjtat vende si unë. Ai shikoi drejt për drejt në kamera. Unë nuk do të kërkoj falje që e dua. Nuk do ta fsheh lidhjen time. Nuk do të shtirem se nuk ndjej atë që ndjej për të pëlqyer njerëzve që gjykojnë pa njohur. Dhe nëse kjo do të thotë të humbas klient, të humbas kontrata, të humbas respektin e shoqërisë së lartë, atëherë le të jetë. Sepse për herë të parë në shumë vite, unë po jam I vërtet me veten time. Heshtja në auditor ishte absolute. Artani e përfundoi fjalimin e tij me duart që I dridheshin lehtë, por me zemrën më të lehtë se çe kishte pasur në muaj. Ai kishte thënë të vërtetën e tij para botës, pa filtra, pa u fshehur. Dhe tani nuk kishte kthim prapa. Faleminderit për vëmendjen, tha ai, dhe doli nga skena pa I u përgjigjur asnjërs prej 10 pyetjeve që gazetarët bërtisnin. Daniela ishte në zyrën e saj, 3 kate më poshtë, kur mori një telefonat nga një kolege që e njoftoi për konferencën. Me duart që I dridheshin, ajo hapi faqen e lajmeve në kompjuter dhe ndoqi transmetimin e drejt për drejt që ishte ende në transmetim. Dëgjoi çdo fjalë që tha Artani, pa vendosmërinë në sytë e tij, mënyrën se si e mbrojti atë para të gjithëve. Kur videoja mbaroi, Daniela mbuloi fytyrën me duar dhe qau. Por nuk ishin lot trishtimi apo turpi. Ishin lot lehtësimi, dashurie, mirënjohje që kishte gjetur dikë që e donte aq shumë sa të përballej me gjithë botën për të. Ajo mori çantën dhe doli me vrap nga zyra, duke ngjitur shkallët 2 derisa arriti në katin e Artanit. Sekretarja u përpoq ta njoftonte se ai ishte I zënë, por Daniela e injoroi dhe shtyu derën e zyrës. Artani ishte në këmbë pranë dritares, ende duke përpunuar atë që sapo kishte bërë. Kur dëgjoi derën të hapej dhe pa Danielën aty, të ndalur në prag me sy të kuq dhe fytyrë të lagur nga lotët, ai përshkoi dhomën me 3 hapa të gjatë dhe e tërhoqi në krahët e tij. Ti je I çmendur, tha ajo kundër kraharorit të tij, mes dëneseve. Plotësisht I çmendur. E di, u përgjigj ai, duke e shtrënguar më fort. Pse e bëre këtë? Pse u ekspozove kështu?
po sikur të humbasësh gjithçka. Artani e largoi lehtë për të mundur ta shikonte në sy. Atëherë I humbas. Por nuk të humbas ty dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi. Daniela e puthi aty në zyrën e tij, pa u shqetësuar nëse dikush mund të shihte përmes mureve të xhamit. Ishte një puthje plot dashuri, mirënjohje, premtim se do të ishin bashkë pavarësisht se çfarë do të vinte. Në ditët në vijim, konferenca e Artanit u bë virale. Videoja u shpërnda mira herë në rrjetet sociale, u komentua në emisione televizive, u debatua në rubrika opinioni. Dhe për habin e shumë kujt, përfshirë vetë Artanin, reagimi I shumicës ishte pozitiv. Mira njerëz komentuan duke mbështetur çiftin, duke ndarë historitë e tyre të dashurisë së pamundur, të paragjykimeve të përballuara, të guximit për të jetuar të vërtetën e tyre. Personazhe të famshëm u shprehen në favor duke lavdëruar guximin e Artanit për të sfiduar normat e shoqërisë së lartë. Madje edhe disa klientë dhe partner biznesi e kontaktuan për të shprehur admirimin. Sigurisht që kishte ende komente negative, kishte ende njerëz që nuk e miratonin, por zëri I atyre që mbështesnin ishte shumë më I lartë. Dhe për herë të parë, Daniela ndjeu se mund të merrte frym pa frikën e gjykimit. Por reagimi më I mirë nga të gjithë erdhi nga një vend I papritur. 3 ditë pas konferencës, telefoni I Artanit ra vonë në mbrëmje. Ai ishte në shtëpinë e Danielës duke ndihmuar Lukasin me një projekt shkencor për shkollën, kur pa emrin në ekran. Era. Zemra I rahu fort. Ai pa Danielën, e cila I bëri një gjest inkurajues me kokë dhe u përgjigj. Alo? Përshëndetje, ba. Zëri I erës tingëlloi I vogël, hezitues. A ke pak kohë të flasim? Artani doli në balkonin e vogël të apartamentit, duke mbyllur derën për të pasur privatësi. Gjithmonë kam kohë për ty, bija ime. Pati një pauzë të gjatë nga ana tjetër. E pash konferencën tënde, tha Era më në fund. Të pash duke folur për Danielën, për Lukasin, se si të ndryshuan. Dhe unë. Ba, unë nuk e dija. Nuk e dija që ishe rritur në periferi, që gjyshja kishte qenë pastruese. Mami nuk ma ka treguar kur këtë. Mamaja jote nuk I pëlqen të flas për atë periudhë, tha Artani qetësisht. Gjithmonë ka menduar se ishte diçka për t'u fshehur, jo për t'u festuar. Por ti nuk e fshehe. Ti fole hapur para të gjithëve. Dhe kishte një gjë që the që më mbeti në mendje. Era bëri një pauzë. The se e kishe humbur vajzën tënde dhe se ishte faji yt. Nga zgjedhjet e gabuara që ke bërë. Artani ndjeu një lëmsh në fyt. Dhe është e vërtetë. Unë kam qenë një baba mungesor, Era. Kam punuar aq shumë për të dhënë gjithçka materialisht sa harrova të jepja atë që kishte vërtet rëndësi. Pranin time. Kohën time. Dashurin time. Isha aq e zemëruar me ty, rrëfeu Era, dhe zëri I saj filloi të dridhej. Aq e zemëruar që ike nga shtëpia, që zgjodhe punën për gjithçka. Dhe mami e ushqeu këtë zemërim. Ajo gjithmonë të pikturonte si një zuzar. Por kur të pash duke folur në atë video, pash një person që nuk e njihja. Pash një burr që po ishte I sinqert, I cenueshëm, real. Dhe kuptova se ndoshta kur nuk të kam dhënë një shans të vërtetë. Lotët filluan të binin nëpër fytyrën e Artanit. Era. Nuk po them se gjithçka është në rregull, nxitoi ajo të thoshte. Nuk po them se kam harruar gjithçka. Por mendoj se dua të njoh vërtet. Jo biznesmenin e rëndësishëm, jo baban që mami e pikturoi si zuzar. Por ty të vërtetin. Nëse dëshiron, sigurisht. Dua, tha Artani menjëherë, zëri I mbytur nga emocioni. Sigurisht që dua. Më shumë se gjithçka. Atëherë ndoshta mund të takohemi. Të pim një kafe, ose diçka të tillë. Pa presion, pa pritshmëri të mëdha. Thjesht. Të bisedojmë. Kur të duash. Ku të duash. Ata caktuan një takim për të shtunën e ardhshme në një kafene që Erës I pëlqente. Kur e mbylli telefonin, Artani qëndroi në balkon për një moment të gjatë duke parë qiellin e natës së Tiranës, mezi duke besuar atë që sapo kishte ndodhur. Kur u kthye brenda, Daniela po priste me një shprehje ankthi. Ishte Era, tha ai, dhe një buzëqeshje e madhe ju hap në fytyrë. Ajo do të më takoj. Ajo do të flas.
Daniela mbuloi gojen me duar, syt I shkëlqenin nga gëzimi. Artan, kjo është e mrekullueshme. Lukasi, I cili po vizatonte në tavolinën e sallonit, ngriti sy. Kush është Era? Është vajza ime, shpjegoi Artani, duke u ulur në gjunjë pranë djalit. Motra jote. E po, do të ishte gjysmë motra jote, nëse gjërat bëhen zyrtare mes meje dhe mamas tënde. Lukasi mendoi për një moment, duke përpunuar informacionin me seriozitetin e tij karakteristik. A është e mirë? Mendoj se po, u përgjigj Artani me një buzëqeshje. Por ka shumë kohë që nuk e kam parë. Do ta zbuloj të shtunën. Takimi me Erën ishte emocionues dhe I vështirë në të njëjtën kohë. Vajza 16 vjeçare ishte një përzierje e çuditshme e fëmijës që Artani mbante mend dhe e një gruaje të re që ai nuk e njihte. Ata biseduan për orë të tëra atë ditë të parë dhe Artani më shumë dëgjoi se sa foli, duke e lënë atë të shprehte të gjitha hidhërimet e grumbulluara, të gjitha zhgënjimet, të gjitha ndjenjat e shtypura. Nuk ishte një pajtim I menjëhershëm. Era ende kishte shumë zemërim, shumë çështje të pazgjidhura. Por ishte një fillim. Dhe gjatë muajve në vijim, ata u takuan rregullisht. Artani e njohu atë vërtet për herë të parë, shijet e saj, ëndrat e saj, frikrat e saj. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, ura mes tyre filloi të rindërtohej. Daniela ishte thelbësore në këtë proces. Ajo kur nuk u përpoq të zinte vendin e nënës së Erës, kur nuk e detyroi afërsinë, por ishte gjithmonë aty, një prani e butë dhe mikpritëse. Dhe me kalimin e kohës, Era filloi ta shihte atë jo si një rivale apo një ndërhyrëse, por si dikë që e donte sinqerisht baban e saj dhe donte më të mirën për të. Pika e kthesës erdhi 6 muaj pas bisedës së parë telefonike, kur Era njohu Lukasin. Artani e kishte ftuar vajzën për një drekë të dielën në shtëpinë e Danielës dhe megjithse nervoze, ajo pranoi. Lukasi u magjeps nga motra e madhe që në momentin e parë. Ai I tregoi lodrat e tij, I tregoi histori nga shkolla dhe I bëri miliona pyetje për jetën e saj. Era, e cila kishte ardhur e tensionuar dhe mbrojtëse, u relaksua para energjisë ngjitëse të djalit. Në fund të drekës, kur ajo po largohej, Lukasi e përqafoi. Mund të kthehesh sa herë të duash, tha ai me sinqeritetin e tij karakteristik. Ti je e mirë. Era u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e tij. Edhe ti je I mirë, Lukas. Shumë I mirë. Pas asaj dite, diçka ndryshoi tek Era. Ajo filloi të vizitonte më shpesh, të merrte pjesë më shumë në jetën e babait, të pranonte se ndoshta ai kishte gjetur diçka të vërtetë me Danielën dhe Lukasin. Një vit pas konferencës së famshme të shtypit, Artani ishte I sigurt se çfarë donte të bënte. Ishte një mëngjes të shtunë dhe ai ishte në apartamentin e tij, duke parë një kuti të vogël kadifeje blu që sapo e kishte bler. Brenda saj, një unaz e thjeshtë por e bukur me një diamant diskret. Nuk ishte unaza më e shtrenjtë në argjendari, as më e bujshmja. Por ishte e duhura. Ishte Daniela. Ai I propozoi për martesë një pasdite të dielën në parkun ku zakonisht e çonte Lukasin të luante top. Nuk pati ndonjë produksion të madh, nuk pati petale trëndafili apo violinis. Vetëm ata të tre, zhurma e fëmijëve që luanin përreth, dhe Artani duke u ulur në gjunjë në bar dhe duke e pyetur nëse Daniela do të pranonte të kalonte pjesën tjetër të jetës me të. Ajo tha po para se ai të mbaronte pyetjen, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë. Lukasi u hodh në krahët e të dyve, duke bërtitur nga gëzimi dhe njerëzit e tjerë në park duartrokitën pa e ditur mirë se çfarë po ndodhte. Dasma u caktua për 6 muaj më vonë, kohë e mjaftueshme që nëna Fatime, e cila ishte gjithnjë më e brisht, të mund të merrte pjesë dhe ta shijonte. Ata zgjodhen një ceremoni të thjeshtë dhe intime, në të njëjtën kishë modeste të lagjes ku nëna Fatime ishte martuar dekada më parë. Kisha ishte e vogël, me stola druri të vjetruar nga koha dhe dritare të thjeshta me xham me ngjyra që linin dritën e diellit të hynte në rreze shumë ngjyrëshe. Vetëm 50 persona ishin të ftuar. Jo klient të rëndësishëm, jo partner biznesi, jo shoqëria e lartë që një ditë e përbuzi lidhjen e tyre. Vetëm njerëzit që kishin vërtet rëndësi. Miq të vërtet, disa punonjës të dashur të kompanisë që ishin bërë familje, fqinje të pallatit të Danielës që e kishin mbështetur gjithmonë, kolegë të kohës së supermarketit. Dhe Era. Ajo ishte aty, e bukur në një fustan bojqielli, duke shërbyer si një nga shoqërueset e nuses.
Pajtimi me të atin nuk kishte qenë i përsosur, kishte ende ditë të vështira, por ajo ishte aty dhe kjo do të thoshte gjithçka për Artanin. Lukasi ishte djaloshi që mbante unazat duke i mbajtur në një jastëk të vogël të bardhë, serioz dhe i përqendruar sikur të ishte misioni më i rëndësishëm në botë. Ai kishte veshur një kostum të vogël që Artani ja kishte bler për rastin dhe ishte rrezëllitës nga lumturia. Nëna Fatime, e ulur në rreshtin e parë, çante në heshtje nga gëzimi. Ajo ishte më e dobët, më e brishtë, por sytë i shkëlqenin kur pa mbesën të ecte drejt altarit, e bukur në një fustan të bardhë të thjeshtë por elegant. Ceremonia ishte e shkurtër por emocionuese. Artani dhe Daniela shkëmbyen betime që i kishin shkruar vetë, duke folur për takime të papritura, për dashurinë që lind kur më pak e pret, për forcën për të përballuar botën së bashku. Kur prifti më në fund i shpalli burrë e grua dhe ata u puthën, nuk kishte asnjë sy të thatë në kishë. Por surpriza më e madhe erdhi më vonë, gjatë pritjes së vogël që bën në sallën pranë kishës. Artani kërkoi vëmendjen e të gjithëve dhe me Lukasin pranë tij bëri një njoftim. Para se të fillojmë festën e vërtet, tha ai, zëri i tij duke jehuar në sallën e thjeshtë por të zbukuruar me dashuri, ka diçka që duhet të bëj. Ai u ul në gjunjë para Lukasit duke u bërë në lartësinë e djalit. Nxori nga xhepi i kostumit një zarf dhe ia dha fëmijës. Lukas, filloi ai, dhe zëri i ishte mbytur, që ditën që të njoha, ti ma ndryshove jetën. Më mësove gjëra që i kisha harruar, më kujtove se çfarë ka vërtet rëndësi. Dhe në 2 vitet e fundit, kam pasur privilegjin të jem pranë teje, të shoh të rritesh, të marr pjesë në jetën tënde. Lukas i mbante zarfin me të dyja duart, sytë e tij të mëdhenj të ngulur tek Artani. Brenda këtij zarfi ka letra. Letra birësimi. Nëse ti pranon, unë do të doja të isha zyrtarisht baba yt. Nuk do ta zëvendësoj baban tënd biologjik, sepse kjo nuk është e mundur dhe nuk është e drejtë. Por dua të jem baba yt i zemrës. Dua të jem në të gjitha festat e shkollës, në të gjitha ndeshjet e futbollit, në të gjitha momentet e rëndësishme të jetës tënde. Dua të të ndihmoj me detyrat e shtëpisë, të të ngushëlloj kur të jesh i trishtuar, të të duartrokas kur të arrish diçka të madhe. Lotët filluan të binin në për fytyrën e Artanit. Prandaj të pyes, Lukas. A pranon të më kesh si baban tënd? Heshtja në sallë ishte absolute. Të gjithë po. Prisnin përgjigjen e djalit. Lukas i pa zarfin, pastaj nënën e tij, e cila po qante me dënesë dhe më në fund përsëri Artanin. Kjo do të thotë se do të jemi gjithmonë bashkë, pyeti ai me zërin e tij të hollë. Gjithmonë, premtoi Artani. Në të gjitha momentet. Në të mirat dhe në të vështirat. Në të lumturat dhe në të trishtat. Gjithmonë. Lukasi nuk tha asgjë. Vetëm u hodh në krahët e Artanit duke e përqafuar me gjithë forcën që i lejonin krahët e tij të vegjël. Dhe në atë përqafim kishte një përgjigje më të qartë se çdo fjalë që mund të thuaj. Salla shpërtheu në duartrokitje dhe lodh. Daniela i u bashkua përqafimit dhe të tre qëndruan aty, një familje e re e formuar zyrtarisht, duke u mbajtur pas njëri tjetrit sikur nuk do të lëshoheshin më kurrë. Era, duke parë gjithë këtë, ndjeu diçka të thyej brenda saj. I gjithë zemërimi që ende ruante, të gjitha rezistencat që mbante, u shkrin para asaj skene. Ajo pa baban që nuk e kishte njohur kurrë vërtet, njeriun që ishte i gatshëm të hapte zemrën plotësisht, të donte pa rezerva. Dhe kuptoi se edhe ajo donte të ishte pjesë e asaj familjeje. Në muajt që pasuan martesën, jeta e familjes së re Dervishi fitoi një rutinë të re. Ata u transferuan në një shtëpi në një lagje të qetë në perëndim të qytetit, asgjë e krahasueshme me apartamentin luksos që Artani zotëronte në blok. Ishte një shtëpi me 3 dhoma, me një obor të vogël ku Lukasi mund të luante, një kuzhinë të bollshme ku Danielës i pëlqente të gatuante, dhe një verandë ku nëna Fatime kalonte pasditet e ulur në një karrige lëkundëse. Artani e reduktoi ndjeshëm ngarkesën e tij të punës. Punësoi një drejtor ekzekutiv për të kujdesur për operacionet e përditshme të kompanisë dhe filloi të punonte vetëm 4 ditë në javë, duke ia kushtuar 3 të tjerat familjes. Ai ishte i pranishëm në mëngjes, e çonte Lukasin në shkollë, e ndihmonte me detyrat e shtëpisë, merrte pjesë në mbledhjet e prindërve. Daniela vazhdoi të punonte në ndërtim Dervishi, por tani drejtonte një departament të tërë të përgjegjësisë sociale.
Ajo krijoi programe për të ndihmuar familjet në situata të vështira, ofroi bursa studimi për fëmijët e punonjësve, zbatoi çerdhe në kantieret e ndërtimit të kompanisë që nënat punëtore të mund të kishin fëmijët e tyre afër. Puna e saj fitoi njohje dhe ajo u bë një zë i rëndësishëm në debatet për përfshirjen sociale dhe mundësitë për njerëzit me të ardhura të ulta. Era filloi të kalonte fundjavat në shtëpinë e re, duke zhvilluar një marrëdhënie të përzemërt me Lukasin, i cili e adhuronte dhe respektuese me Danielën, e cila kur nuk u përpoq të zëvendësonte nënën e saj, por gjithmonë e trajtoi me dashuri të sinqertë. Vajza po mbaronte gjimnazin dhe planifikonte të studionte psikologji në fakultet, e frymëzuar nga aftësia e Danielës për të kuptuar dhe ndihmuar njerëzit. Nëna Fatime jetoi edhe 2 vjet pas dasmës, 2 vjet të bekuar në të cilët ishte e rrethuar nga dashuria dhe kujdesi. Ajo e pastër nipin të rritej i lumtur, e pa mbesën të realizuar dhe u nda nga jeta në paqe, një mëngjes të qetë të dielën, duke fjetur në karrigen lëkundëse të verandës me një buzëqeshje në buzë. Ishte një lamtumire e dhimbshme por e butë, dhe e gjithë familja e nderoi siç e meritonte, duke kujtuar forcën e saj, mençurinë e saj dhe dashurinë e pakushtëzuar që dha gjithmonë. 5 vjet pas atij takimi të rastësishëm në pasticerinë e komunës së Parisit, familja Dervishi ishte mbledhur në sallonin e shtëpisë, një pasdite të shtunë me shi. Lukasi, tani 12 vjeç, ishte bërë një djalë komunikues dhe inteligjent, i apasionuar pas shkencës dhe që ëndërronte të bëhej inxhinier si babai. Era, tashmë në fakultet, vizitonte sa herë që mundej dhe kishte zhvilluar një marrëdhënie të fortë me gjysmë vëllain. Daniela po organizonte foto të vjetra në një album, kur hasi një imazh të ditëlindjes së parë të Lukasit që Artani e kishte paguar, atë që ndryshoi gjithçka. Ajo thiri Artanin dhe të dy mbetën duke parë atë foto, djalin e vogël duke fryrë qirinj me një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Ndonjëherë mendoj, tha Daniela mendueshëm, se po të mos kisha shkuar në atë pasticeri atë ditë, asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur. Jeta jon do të kishte qenë krejtësisht ndryshe. Artani i kaloi krahun mbi supe, duke e tërhequr më afër. Fati do të kishte gjetur një mënyrë tjetër për të na bashkuar, tha ai me bindje. Sepse disa lidhje janë të pashmangshme. Disa njerëz janë të destinuar të takohen. Lukasi, i cili po lexonte një libër në divan, ngriti sy. Po bëheni përsëri sentimental, u ankua ai, por po buzëqeshte. Mësohu, tha Daniela duke qeshur, duke i hedhur një jastër. Atë natë, pasi Lukasi shkoi të flinte, Artani dhe Daniela qëndruan në verandën e shtëpisë, duke vëzhguar shiun që binte në obor. Ai i mbante dorën, gishtat të gërshetuar, dhe mendonte për gjithçka që kishte ndryshuar që nga ajo e shtunë kur hyri në një pasticeri vetëm për të marrë një porosi. Ai kishte ndërtuar shumë gjëra në jetë. Pallate madhështore, një kompani të suksesshme, një pasuri të konsiderueshme. Por asgjë nga këto nuk krahasohej me atë që kishte ndërtuar me Danielën dhe Lukasin. Një familje të vërtetë. Një shtëpi të vërtetë. Një dashuri të vërtetë. Historia e tyre, që filloi me shikime kurioze dhe thashëthe me dashakeqe, ishte bërë një simbol i tejkalimit dhe humanizmit në qytet. Shumë njerëz u frymëzuan prej tyre, nga mënyra se si e përballuan paragjykimin, se si zgjodhen dashurinë mbi konventat shoqërore. Artani merrte rregullisht letra nga njerëz që e falenderonin që u kishte dhënë zë marrëdhënieve që shoqëria ende i gjykonte, që kishte treguar se dashuria nuk njeh klasa shoqërore apo dallime ekonomike. Por për të, asgjë nga këto nuk kishte aq rëndësi sa momentet e thjeshta. Mëngjeset e së dielës duke bërë petulla me Lukasin. Bisedat e thella me erën për jetën dhe të ardhmen. Përqafimet e Danielës në fund të ditës. Tingulli i të qeshurave që mbushte shtëpinë. Ndjesia e të qenit pjesë, e të pasurit një vend në botë, e të qenit i dashur dhe e të dashuruarit pa rezerva. Për çfarë po mendon, pyeti Daniela, duke vënë re shikimin e tij të largët. Se sa me fat kam qenë, u përgjigj Artani, duke u kthyer për ta parë. Se si një moment i rastësishëm, një vendim impulsiv për të ndihmuar dik, ma ndryshoi gjithë jetën. Se si ti dhe Lukasi më shpëtuat nga një jetë e zbrazët që as nuk e kuptoja se po e jetoja. Daniela buzëqeshi, atë buzëqeshje të bukur që ende ja bënte zemrën të rrite më shpejt. Edhe ne patëm fat. Që të gjetëm ty që fituam një familje më të madhe. Që patëm shansin të rifillonim. Ata qëndruan aty të përqafuar në verandë, duke dëgjuar zhurmën e shiut dhe duke ndjer paqen e dikujt që më në fund ka gjetur vendin e tij në botë.
Nuk kishte rëndësi se nga vinin apo sa të ndryshme ishin origjinat e tyre. Ajo që kishte rëndësi ishte e tashmja që kishin ndërtuar së bashku dhe e ardhmja që do të vazhdonin të ndërtonin ditë pas dite, zgjedhje pas zgjedhjeje. Në fund, pasuria e vërtet nuk ishte në pasuritë e grumbulluara apo në statusin shoqëror të fituar. Ishte në lidhjet e thella njerëzore, në dashurinë e ndërtuar me durim dhe përkushtim, në zgjedhjen e përditshme për ta parë tjetrin me empati dhe dëmshuri. Ishte në guximin për të dashuruar pa frikën e gjykimit, për të qenë i vërtet edhe kur bota kërkonte falsitet, për të zgjedhur zemrën mbi leverdin. Gjithçka kishte filluar me një tort të anuluar, një vështrim të trishtuar të një fëmije dhe një gest të thjesht të një burri që vendosi, në atë moment, të kujtonte se nga vinte dhe kush ishte vërtet. Dhe ai gjest transformues kishte krijuar valë që ndryshuan jo vetëm 3 jetë, por prekën njerëz të panumër të tjerë që dëgjuan historinë dhe u frymëzuan të bënin zgjedhjet e tyre të guximshme. Vite më vonë, kur Lukasi të rritej dhe të kishte fëmijët e tij, ai do të tregonte historinë se si u njohën prindërit e tij. Dhe do të transmetonte mësimin më të rëndësishëm që mësoi, se mirësia e sinqertë ka fuqinë të transformojë jetë të tëra, se dashuria e vërtetë të i kalon çdo pengesë dhe se ndonjëherë takimet më të rastësishme janë më domethënëse nga të gjitha. Shiu vazhdoi të binte jashtë, por brenda asaj shtëpie kishte vetëm ngrohtësi, dashuri dhe sigurinë se, pavarësisht se çfarë do të sillte e ardhmja, ata do ta përballonin së bashku. Si familje. Siç duhej të ishte.